çfarë detyron prokurorin e SPAK-ut dalë shtu ndjen në punë. Jo, edhe këta të BKH-s. Po kur flas për prokurorin, BKH-ja është ushtari i prokurorit, në sensin e mirë, jo në konotacionin. Nuk po shohin dritën e diellit. Jo në konotacionin negativ. Pra, prokurorët e SPAK-ut, oficerët e BKH-s punojnë të shtunë të diel në punë. Aksioni kundër, ne dim shumë mirë që SPAK-u është krijuar jo për të bërë goditje politike, as për të arrestuar politikën, as për të frenuar procesin zgjedhor. SPAK-u është aty për të prekur të paprekshmit, për të hetuar njerëzit të cilët rezultojnë në kundravajtje me ligjin, duke shpërdoruar detyrën etj. Etj. Unë këtu e kam thënë një javë më parë, nuk e mbaj mend, që mbas 13 marsit ne do dëgjojmë goditjet e para të SPAK-ut në lidhje me politikën. Janë 10 deputet, majtas dhe djathas, që do të merren të pandehur. Dosjet për cilat flet profesor Ervini, që thotë që janë 10, mos them 20, se dua të them 10 për të shkuar deri ke. Ti je modeste. Pak modeste, dhe mbasi tromben, se nuk e zë gjuhën. Majtas dhe djathas? Majtas dhe djathas. Po, okay. Do dhe majtas dhe djathas. Janë dhe majtas dhe djathas. Dhe kanë patur, të fillojmë të kuptojmë se kush mund të jenë. Kanë patur funksione, janë në funksione... Ja ta them unë, që t'jem e kuptueshme për ty dhe për publikun. Jo, vetëm, po. E si le pa gjumë. Nuk ka pjesa më e madhe e proceseve penale për cilat këta deputet janë hetuar nga SPAK-u, nuk kanë vetëm lidhje me Enkro dhe Skaj. Kanë lidhje me mos justifikimin e pasurive që ata mbartin në vite. Pra, follow money, atë që ne kemi kërkuar ne. Prokurorët, ku diun, politika e ka emetuar për kaq vitesh dhe ka thënë që ore ndiqni paran për të kuptuar se kë kemi. Në kontinentin tonë Falcone e ka bëri parë këtë.